Angazhim për formimin e qeverisë, mirë po nuk ka vullnet të opozitës. Kjo është një farforme për me delegitimu opozitën edhe me qitë keq opozitën. Edhe ftesa e satme. Absolutisht, sepse bllokimi po ndodh pa ndonjë arsye, për një emër të përveçëm që është Albulena Haxheu, për mendimin tim këtë rast nga të dy palët, sepse edhe opozita nuk ka një argument fort pse nuk duhet të jetë Albulena Haxheu, përderisa e dim që gjithmonë kryeparlamentarët deri te Kol Berisha dhe Glauq Konjufca pak a shumë kanë qenë polarizues. E dim si ka qenë Nexhat Daci që polarizonte skajshmërisht me krahun e luftës, me Hashim Thaçin kanë shku deri te përleshja fizike. E dim si ka qenë Vjosa Osmani dhe mos marrim shembuj të tjerë që kryeparlamentarët kanë qenë politik dhe polarizues. Por ju po thoni nuk paraqet zonja Haxheu një përjashtim nga rregulli, ju po thoni rregulli është se gjithë kryetarët e kuvendit kanë qenë në një farforme polarizues. Absolutisht, zonja Haxheu është vetëm emri i përveçëm për t'u përdorur si argument pse kjo situatë nuk vazhdollohet.